Miq Prizmus, Galeria e Artit në Shkodër është një nga ato institucione fantastike kulture e cila është në varësi të Bashkisë Shkodrës, por për nga aktivitetet, për nga rëndësia publike, për nga madhësia e pjesëmarrjes në aktivitetet dhe vetë aktivitetet, është e barabartë me galerinë kombëtare në Tiranë, në kohën e sotme mos qoftë më tepër sepse ajo është në restaurim. Për galeritë publike, sigurisht ajo është e dyta në Shqipëri, edhe nga pasuria që ka, sidomos nga aktivitetit dhe nga kozmopolitizmi i jashtëzakonshëm që ajo shpërndan. Vetëm viti që kaloi me tepër se sa 17 aktivitete për, po themi, mostra galerie për ato që konsiderohen puna direkte e saj, dhe që janë hapja e ekspozitave. Përbën një nga ato thesare të jashtëzakonshme të një përhapje të madhe, jo vetëm territorin shqiptar, po edhe jashtë Shqipërisë. Këtë galeri nuk kanë ardhur emrat mëdhenj si Elidon Haditi ose Mikel Temo, bashkë me njerëzit nga Tirana, bashkë me piktorë të ndryshëm nga Tirana, po kanë ardhur ekspozita, 4 ekspozita vetjake personale, piktorë, artistë nga Kosova, kanë ardhur nga gjithë trevat e Shqipërisë. Sigurisht, ajo që unë i them kozmopolitizëm, në qoftë se në artet e Shkodrës përfaqësohet mirë denjësisht është galeria. Është sepse jo vetëm ka sjellë, po dhe ka çuar njerëz. Jo vetëm ka bërë aktivitete, por ka bërë ai shumë sa nuk mban më si madhësi që është. Ka kaq shumë kërkesa sa detyrohet të mos pranojë, dhe këto kërkesa kryesisht janë nga jashtë Shkodrës. Kur them kozmopolitizëm në art, dhe jo vetëm si fjalë, si term, e tejkalon pak atë çfarë duhet të shprehun, po kur i them gjithë përfshirje territoriale edhe kulturore, artistike, do me thënë që të bëhet qendra e kulturës në ato momente pikërisht Shkodra. Edhe këtu e kam fjalën, është më e madhe Shkodra kur në ekspozitë të saj, gjithëpërfshirja në territor, gjithëpërfshirja në trevat shqiptare është i garantuar. Dhe këtë e bën në mënyrë të shkëlqyer Galeria e Artit në Shkodër. E di si e bën kur ju presupozoni dhe keni parasysh festivalin kombëtar të fëmijëve, dikurit pionierëve. Dhe sigurisht ky festival ka për brenda, përmbledh, përfshin autorë nga gjithë trevat shqiptare, këngëtar të vegjël, orkestrant etj. Këtë punë galeria e bën gjithmonë. Këtë punë galeria e ka të vetën, ka kërkesa për të bërë. Ashtu si kundër shumë piktorë të Shkodrës shkojnë nëpër vende të tjera, sidomos në Kosovë, shkojnë edhe në vende të tjera për të përfaqësuar. Dhe kjo ka të bëjë pastaj edhe me prodhimtarinë e Shkodrës. Galeria ka vetëm një diçka që mund t'i bësh vërejtje. Ka vetëm vendodhjen. Vendodhja saj që kur është menduar të jetë këtu, është menduar që mos të ketë më peshën e madhe të atij vendi që kishte ku ishte dikur. Dhe ju e dini mirë, qartë, që deri nga fillim viteve 90, ka qenë në atë që quhet tash Godinë e Qarkut, ka qenë dikur prefektura. Gjithmonë ka ndruar institucionet, por ka qenë një vend të dukshëm, të mirë, në qendër të Shkodrës, për cilin mendohet sërish që të kthej, masi të restaurohet, masi të rregullohet, të rikthehet edhe një herë dhe sigurisht bëhet pastaj në fokusin edhe turizmit një element shtesë, surplus i
përhapjes kulturës edhe në sistemin e turizmit të zhvilluar që sot gati e ka 12 mujor Shkodra. Por po kthehemi edhe nga pjesëmarrja. Një aktivitet të jashtëzakonshëm si saloni i vjeshtës, ku mund të ketë 60 pjesëmarrës, edhe nga këto 20 janë ne quajmë tuaj, po ato nuk janë tuaj, janë edhe shqiptarë dhe përfaqësues nga gjithë trevat e Shqipërisë. E bën galerinë gjithëpërfshirëse, kozmopolite. Kur vinë element nga Tirana dhe hapin aktivitete të tyre, edhe të përbashkëta, por edhe në ekspozita personale, ju këtu keni qenë, keni parë, dhe emra të mëdhej, kjo është gjithëpërfshirja më e mirë që e bën galeria dhe që sigurisht jo vetëm merr emër, por vendos në një garë komplekse, interesante, ato që janë me ato që vinë. Ku demonstrohet arti dhe njëkohësisht ballafaqohet ai. Këtë punë e bën në mënyrë të shkëlqyer Galeria e Arteve në Shkodër. Ka dy djemë fantastik si Fatmir Juka dhe si Drit Loja, të padodhshëm, zemër mirë, mendje hapur, dhe kur them zemër mirë, nën kuptoj atë koncept i cili në Shkodër kishte disa vite që po mungonte. Kur them zemër mirë, dhe më thënë djemë që janë larg cicmiceve të artistave. Ju e dini, miqtë Prizmës, se artistat janë pak, nuk duhet i paragjikojmë, po janë pak që luajnë cicmic, se çfarë duhet them me këtë? Bajnë nga njëherë ironi me njëri tjetrin, nga njerë s'janë dakord, nga njerë shpërtejnë, kanë ca veset më një madhësis, nga njerë dhe zëmërimit. Po janë artistë, nuk duhet i paragjikojmë, artistët në përgjithësi kështu është. Shumë e vështirë të merresh veç me artistët. Të çfarë do lloj niveli qofshin edhe sepse janë artistë. Tolerohen në këtë lloj drejtim nga një pjesë e mirë e shoqërisë, derisa mund tolerohen, por që të bashkëpunosh me to është e vështirë, t'ju krijosh kushte është e vështirë. Ne kemi shumë të mirë, jashtëzakonisht të mirë, dhe ata që janë të vjetër, dhe ata që janë në rrugën e suksesit, dhe ata që kërkojnë rrugën e suksesit. Por organizimi, mënyrat e mira të sinqerta, të dobishme përsa i përket aktiviteteve që ka Fatmiri me Dritin, e sidomos puna e palodhur e tyre. Puna e palodhur e tyre e bëjnë edhe galerinë të shkëlqej, sidomos në marrëdhënie. Ata nuk kanë komplekse se kush përfaqësohet dhe me çfarë përfaqësohet. Nuk kanë komplekse dhe deliret o ne o kërkush. Nuk kanë kompleksin dhe delirin që shiko, duhet në vlerësuar ky, vlerësuar dhe mbi vlerësuar ai. Ata kanë konceptet e drejta që arti duhet të jetë ai që përfaqëson dhe jo të di se kush do ta përfaqësojë atë. Të vendosen në garë dhe është thjesht publiku që e vlerëson. Sigurisht që ka një përzgjedhje dhe sigurisht që duhet të ketë një mas kontrolli, por kjo sigurisht bëhet edhe nga dy artistit, kundër janë edhe Fatmiri me Dritin, dhe bëjnë jashtëzakonisht mirë. Ata krijojnë mundësi, ngaherë marrin ngarkesë më tepër se sa duhet, ngarkesë edhe fizike, edhe si them tash të organizimit punës më tepër se sa ju takon, e më tepër se sa duhet, sepse njerëzit në përgjithësi nuk e kanë djenin se çdo të thotë të organizosh një event të tillë dhe evente të tilla, sidomos ekspozita të mëdha me shumë autor, ngaherë të del hesapi shumë keq kur edhe nëpërmjet kuratorit ti vendosësh pikturat në mur, ti rreshtosh, sepse sigurisht nuk bien dakord. Sigurisht kanë pretendimet e tyre dhe sigurisht kanë të drejtat e tyre, por të gjitha duhen çuar në event. Pastaj promovimet, aktivitetet që bëhen. Ato grumbullime artistës të cilat me të vërtet kanë brenda pastaj deri duke filluar nga grotesku dhe duke përfunduar ke sinqeriteti më i madh dhe pas sinqeriteti nganjëherë për të vlerësuar dhe mbi vlerësuar secili veprën e vet. I them këto fjalë për të kuptuar që ekspozita, pjesëmarrja në ekspozita dhe sidomos në evente të tilla, përfaqësimi nga gjithë trevat e Shqipërisë dhe nga të gjithë artistat e trevave shqiptare, përbën edhe atë që unë shpeshherë i them me fjalën e huaj kozmopolitizëm, por ajo që duhet thënë është gjithë përfaqësimi. Dhe Shkodra është e madhe
nëpërmjet gjithë përfaqësimit, kur tentojnë të vinë në Shkodër. Galeria e bën më mirë se çdo lloj, absolutisht se çdo lloj institucioni tjetër të Shkodër. Në Galerinë e Artit të Shkodër ka gjithë përfaqësim të jashtëzakonshëm, një kozmopolitizëm të jashtëzakonshëm, prandaj është edhe e rëndësishme, sepse duan të gjithë të vinë. Nuk ka mundësi as fizike, as hapësinore kjo lloj galerie, sepse mund të bënte edhe as edhe njerëzore, po e pranoj. Se mund të bënte edhe 30 edhe 40 aktivitete. Kaq shumë kërkesa ka, por nuk mund t'ja plotësosh sepse sigurisht gjërat shkojnë në hapësirë dhe në kohë edhe në mundësira. Ato nuk mund të kalohen sepse pastaj shkatërrohet bie nga cilësia, shkatërrohen nivelet e punës edhe njëkohësisht merr fund edhe përfaqësimi dinjitoz. Këtë sigurisht artistët e dinë shumë mirë. Unë i falenderoj këta djem, falenderoj edhe Bashkinë e Shkodrës, po sidomos këta djem, sepse sigurisht ata janë që e bëjnë kaq gjithë përfshirëse, kaq kozmopolite Galerinë e Artit në Shkodër. Unë shpresoj që t'ju bëhet një galeri e nesërme, dinjitoze në qendër të Shkodrës. Një muze i madh, një muze kunst, muzeumi i cili ka dhe galerinë e vet. Po t'u bënte kjo do të ishte një fantazi e jashtëzakonshme. Po dhe sikur të bëhet vetëm një galeri aty ku ka qenë dikur. Të restaurohet edhe të demonstrohet, do të kishte 10 fish vizita, mund të kishte edhe një bilet, dhe sigurisht mund të kishte një staf më të madh për të krijuar mundësinë për të bërë evente më të shumtë, më përfaqësues dhe gjithmonë në linjen e gjithë përfshirjes, tentativës për të pasur artist nga gjithë trevat shqiptare, pse jo edhe të huaj. Patjetër kanë kërkuar, këtu kanë ardhur dhe kanë hapur ekspozitë dhe të huaj. Prandaj them edhe një kulm të, prandaj them Galerisë së Artit pjesë kozmopolitane. Patjetër pjesa më kozmopolitane e artit në Shkodër. Dakord, miqtë e mi?